Zyrë Kretare, falemderit. Për pyetjet unë do marrë më pak kohë, megjithëse dhe koha që nga përmbledhur për gjitha pyetjet bashkë. Së pari për të informuar qytetarët dhe ato që kanë interes, sigurisht edhe në të mirë të interesit publik. Në dhjetor të vitit 2025, Parlamenti i Shqipërisë votoi me votat e shumicës një ligj të ri për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, i cili presupozonte që do të jepte fund ngrirjes 10 vjeçare që u bë vlerësimit të pasurive, të cilat ishin vlerësuar me referencat viteve të shkuara dhe këtu i referohen vitit 2016. Vetë propozimi ligjor që erdhi për të miratuar në Kuvendin e Shqipërisë i kishte kaluar disa hallka. Dhe unë dua t'ju rikujtoj kolegës se çfarë ka ndodhur gjithë tregut pasurive të paluajtshme gjatë gjithë këtyre viteve, ndërkohë që majoranca e mbante të fjetur në zyrtare, risillte në parlament një herë në 6 muaj këtë propozim ligjor. Një nga arsyet kryesore për cilat u vendos miratimi i ligjit, sipas vetë edhe dokumentave që kishte ligji e relacionit, ishte zhdukja e informalitetit në tregun e pasurive të paluajtshme, duke e bërë të pamundur deklarimin fiktiv të vlerave më të ulta gjatë shitblerjeve. Një problem i vazhdueshëm në praktik, madje po edhe sipas informacionit që kishte vetë qeveria, ky propozim ligjor do kishte një bum të ardhurash e një ndikim shumë pozitiv në buxhetin e shtetit. Mirë po 4 muaj mbas miratimit të këtij ligji, aktet nënligjore të ligjit kanë qenë në pikpyetje. Ky nuk është ligji i parë që kjo ndodh, po besoj do kemi kohë të flasim më vonë për të. Për gati 2 vite, qeveria bllokoi procesin e rivlerësimit pronave me argumentin se duhet miratoheshin çmimet e reja të referencës për zonat jashtë Tiranës, veçanërisht për zonat bregdetare. Pse u mbajti bllokuar për 2 vite rivlerësimi i pronave të qytetarëve nëse në fund referencat e reja nuk u miratuan? Cila ishte arsyeja e vërtet e kësaj vonese? Duke lënë në fuqi çmime reference shumë më të ulët se vlera e tregut, ndërtuesit në zonat rezidenciale, në bregdet, paguajnë taksa mbi një bazë shumë më të ulët. Sa është vlera e të ardhurave që buxheti i shtetit dhe bashkitë kanë humbur për shkak të mos miratimit të referencave të reja? A nuk krijon kjo një avantazh të drejtë për ndërtuesin këto zona? Dhe ndërtuesit janë përfituesit kryesor të kësaj që qeveria ka bërë. Kur çmimi minimal i deklarimit shitjes mbetet shumë më i ulët se çmimi real i tregut, baza e tatueshme për tatimin mbi fitimin reduktohet ndjeshëm. A ka bërë Ministria e Financave një analizë të plotë se sa të ardhura ka humbur buxheti i shtetit për shkak të deklarimeve të shitjeve mbi referenca shumë më të ulta se çmimi i tregut? A nuk përbën kjo një praktik mbrojtje për ndërtuesit? Dhe dua t'ju kujtoj të gjithëve që ndërtimi është një nga sektorët me informalitetin më të lartë, një nga sektorët ku pastrimi i parave sipas të gjithë informacioneve ndërkombëtare dhe sipas gjithë raporteve ndërkombëtare ka hapësirën më të madhe për të ndodhur dhe ndodh aktualisht me 9 milion metra katror ndërtim në vitet e shkuara. A ekziston një plan apo afat i parashikuar nga Ministria e Financave për metodologjinë e re dhe çmimet e reja referuese mbi pasuritë e paluajtshme? Si synon Ministria të garantojë që baza e taksueshme për pasuritë e paluajtshme të reflektojë mbi vlera reale të tregut në mënyrë që të sigurohet një sistem i drejtë, efikas i taksimit të pronës? Cili është vlerësimi i Ministrisë Financave mbi ndikimin që skema e rivlerësimit pasurive do ketë në formalizimin e tregut pasurive të paluajtshme në rritjen e të ardhurave buxhetore? Unë besoj që ka shumë rëndësi për opinionin publik, për qytetarët që i paguajnë taksat ndershëm, për të bërë një krahasim të përfitimeve që kanë ato kompani të cilat kanë një bazë reference shumë më të ulët se ç'është çmimi real në treg. Pasi vetë Ministria ka përcaktuar edhe në relacionin që është në fund të procesit, edhe pa aftësinë në fakt për t'i prodhuar aktet nënligjore që do t'i mundsonin qytetarët që të përfitonin nga rivlerësimi për t'ulur informalitetin ashtu siç ka qenë dhe vetë deklarimi i tyre bazë. Unë kam këtu të gjithë deklaratat e Ministrit Financave gjatë kësaj periudhe, duke nisur nga 18 tetori vitit 2024. Kur momentin e parë u bllokua projekt ligji, duke vazhduar me tetorin e 2024-s, në fund të tetorit 2024-s, duke vijuar me janarën e 2025-s, si u bllokua procesi për 3 mujorën e parë dhe premtimi i ministrit për ta përfunduar atë në 3 mujorën e parë, premtimi i mëpasshëm për ta përfunduar atë brenda 2025-s,
miratimi i ligjit, hyrja në fuqi e ligjit dhe mënyra se si qeveria e ka trajtuar këtë proces gjatë gjithë kësaj kohe. Në të gjithë kronologjinë e miratimit të këtij ligji, po edhe sjelljes parapraket ligjit dhe tërheqjes nga parlamenti për disa herë, ka një interes shumë të fortë. Interes korruptiv, interes të kujtu nuk e di. Po unë besoj që sot qytetarët shqiptar kanë nevojë që të dëgjojnë nga qeveria, kanë nevojë për transparencë se çfarë ka ndodhur me ligjin e rivlerësimit. Ky nuk është ligji i parë që ndodh dhe sillet në këtë praktik Ministria e Financave. Ka të paktën 2 ligje tjera që sillet po njëjtë, sillet me të njëjtin parim, sillet po me të njëjtën arrogancë, sillet po njësoj me ato që duhet të ishin përfituesit, sillet po njësoj ashtu siç sillet sot me bizneset e vogla, cilave janë turur inspektorët e tatimor, ashtu siç sillet me bizneset e ndershme që paguajnë taksa, që presin legjislacion që të miratohet. Çfarë ka ndodhur me këtë ligj? Kush janë përfituesit e vërtetë të kësaj shtyrje dhe pse Ministria e Financave e ka çuar në kalendat greke zbatimin e këtij projekt ligji dhe mungesën e akteve nënligjore për të fshehur përfituesit e vërtet, për të rritur përfitimet e atyre që sot po ndërtojnë, të atyre që po përfitojnë para, të atyre që sot fatkeqësisht mbrojnë dhe interesa kriminale e korruptive. Faleminderit. Zoti Malaj, të drejtën për të përgjigjur deri në 30 minuta.